si ndryshon trupi pas lindjes. E vërteta pa filtra. Lindja e një fëmije është një nga përvojat më të fuqishme që mund të përjetoj një grua. Por, bashkë me emocionet, dashurinë dhe gëzimin, ajo sjell edhe ndryshime të mëdha në trup. Disa të përkohshme, disa të përhershme. Këto janë ndryshime që nuk i shohim shpesh në reklama apo në rrjetet sociale. Por, ato janë të zakonshme, të natyrshme dhe mbi të gjitha të vërteta. Barku nuk zhduket menjëherë. Pas lindjes, shumë nëna vëren se barku nuk kthehet menjëherë në formën e pashme. Mund të duket si në muajin e 5 të shtatzanisë, për disa javë dhe edhe muaj. Kjo ndodh sepse mitra ka nevojë për kohë që të kurret. Dhe muskujt abdominal shpesh janë të vendosura apo të ndarë. Rënja e flokëve. Gjatë shtatzanisë, nivelet e larta të estrogjenit bëjnë që flokët të mos bien si zakonisht. Pas lindjes, këto nivele bien dhe shumë gra përjetojnë rënje të konsiderueshme të flokëve. Zakonisht në muajin e 2 deri të 6 pas lindjes, edhe pse është shqetësuese, zakonisht është e përkohshme. Ndryshimet në gjoks. Gjatë dhe pas shtatzanisë, gjinjt kalojnë nëpër shumë ndryshime. Rriten, dhëmbin, mund të bëhen më të ndjeshëm ose të ndryshojnë formë. Pas ushqyerjes me gjinj, ato shpesh humbasin volumin ose lëshohen, çka është plotësisht normale. Lodhja e muskujve të legenit dhe urinimi i pavullnetshëm. Pas një lindje natyrale, shumë gra përjetojnë dobësime të muskujve të legenit. Kjo mund të çojë në urinim të pavullnetshëm kur qeshin, kolliten ose bëjnë aktivitete fizike. Është një temë që nuk flitet shpesh, por prek shumë nëna të reja. Ndryshime në lëkurë dhe strijat. Shenja në bark, kofsh apo gjoks janë të zakonshme. Disa gra përjetojnë edhe pigmentim më të herët në disa zona të trupit. Këto ndryshime janë rezultati i tendosjes së lëkurës dhe ndryshimeve hormonale gjatë shtatzanisë. Lodhje ekstreme dhe ndjenja e një trupi të huaj, shumë gra thonë se nuk ndihen më në trupin e tyre. Ky është një kombinim i lodhjes ekstreme, mungesës së gjumit, ndryshimeve hormonale dhe ndryshimeve fizike. Është normale të duhen muaj, ndonjëherë edhe më gjatë, që një grua të ndihet sërish mirë në trupin e saj. Këto janë realitetet e trupit pas lindjes. Nuk janë dobësi, as gjëra për të fshehur. Janë dëshmi e një fuqie të jashtëzakonshme, fuqisë për të sjellë jetë në botë. Çdo nënë meriton të ndihet krenare për trupin e saj, për çdo shenjë, për çdo ndryshim, për çdo histori që ai tregon.